Nga vendit e këngëtaret, zbulohen detajet e superdasnës së Kitit dhe Ajbit. Çifti shumë i dashur për publikun do të jap fund beqarisë duke kurorzuar dashurinë e tyre shumë shpejt dhe ne kemi zbuluar detajet. Kush do të jetë i ftuar dhe ku do të mbahet ceremonia? Këto janë pyetjet që kanë qarkulluar kudo, por më në fund kemi përgjigje konkrete. E mbani mend se nisi e gjitha në dhjetor të 2024-s, pikërisht në ditëlindjen e Kitës, ajo mori atë propozimin e bukur që bëri xhirin e rritit kudo. Tani pas rreth 2 vitesh, pritjes po i vjen fundi dhe ata po e çojnë lidhjen e tyre drejt martesës. Siç u zbulua dhe javë më parë, çifti do të martohet me 1 shtator të këtij viti. Destinacioni që kanë zgjedhur është Roma, por jo çfarëdo vendi. Ceremonia do të mbahet në një rezidencë historike të ndërtuar në fund të shekullit të 19 nga një familje e njohur aristokrate italiane. Bëhet fjalë për një ndërtesë të stilit neoklasik të pozicionuar në kodrën më të lartë të Romës, e cila është dizajuar enkas për t'i ofruar shoqërisë së lartë një pamje panoramike të pandërprerë të qytetit të përjetshëm. Sigurisht, ky nivel ekskluziviteti ka një kosto, vetëm që raja bazë e kësaj hapësire për evente fillon nga 20.000 deri në 25.000 euro, ndërsa kostoja totale me staf dhe organizim mund të kalojë lehtësisht 70.000 euro. Për sa i përket ushqimit, gjithçka do të besohet kompanive partnere, me hyje Michelin, ku kosta e pjatave llogaritet deri në 300 euro për secilin të ftuar. Përveç kësaj, vetëm ndriçimi dhe audio profesionale në një ambient kaq të madh kapin shifra deri në 18.000 euro, por atmosfera nuk mbetet me kaq. 2 nga emrat më të njohur, miq të artistes, do të performojnë dhe emrat e tyre janë Ermal Fezullau dhe Sinan Vllasalliu. A mendoni se kjo do të jetë dasma e vitit në showbizin shqiptar? Nëse po, lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.